këta që janë përmbajtje dhe ruajtje me qetësisë dhe trendit, të duhet jetë parët që duhet të mos përdorin të zbatojnë ligjin, të mos përdorin të dhunën dhe të ruajnë rendje dhe qetësinë në të gjithë territorin brenda ku ata kanë të drejtë të ushtrojnë detyrën e tyre funksionale. Prandaj këta duke qenë se njohin edhe një pjesë të punonjësve të policisë, ta bëjnë edhe shkeljen e ligjit ndërmjet tyre dhe kjo sjell pasaj dhe agravimin e këtij konflikti që ka arritur deri tek shefi i krimit. Avokat, do të rikthej një ngjarje që ne kemi trajtuar dhe herën e fundit në podcast bashk, bëhet fjalë për ngjarjen e Fierit, ku ne e trajtuam detajet që ju sollët, madje duket se po dalin çdo ditë e më tepër në rrëfimin e vajzës. I referohem gjithmonë ngjarjes së Roskovecit. Ju thatë teksa ishit bashkë në podcast që djali e përndiqte, madje ditën e djeshme ajo ka dhënë dhe disa detaje të tjera që kam qenë para disa kohësh me të në një hotel, thoshte që do vriste veten sepse kërkonte gjithmonë ribashkimin. Çfarë nuk di mende nga ajo ngjarje, ju e keni trajtuar nga afër? Shiko, vetëm një element mendoj unë. Ajo ngjarje është se vajza dhe unë i përmbajmë asaj deklarate që kam dhënë tek ju, që vajza duhet të kthejë lekët tek familja e djalit. Arsyeja dhe motivi pse vajza është lënë gjallë ka të bëjë vetëm me shlyerjen e detyrimit, sepse është i borxh i cili ajo familje duhet ta shlyejë këtë tretën, pra djali që vrau veten, ka sjellë disa lekë në Angli. Këtë pagesë ka sjellë që një pjesë ka sjellë nëpërmjet postës dhe një pjesë ka sjellë vetëm saj fizikisht. Vajza e shpërdoroi në mënyrë më të keqe punëshme. Dhe shfrytëzoi dhe pikën e dobët që kishte djali ndaj saj. Në këto kushte, kjo vajzë që sot është gjallë, është vetëm sepse duhet çojë lekët në familjen e djalit. Nëse kjo nuk çon lekët brenda një afati që ka lënë edhe djali, ne mendoj që do kemi dhe një konflikt tjetër, do kemi dhe një humbje e jetër tjetër në atë zonë, sepse për sa i përket detyrimit financiar askush nuk ta fal borxhin. Ndërkohë që ti e shpërdoron në mënyrën më të keqe të mundshme, ai tjetër i cili ka vajtur në Angli, nuk dihet me çfarë shman, nuk e dim çfarë leku është lek i pisët, apo është lek me gjak dhe me djerës i siguruar nga puna që ka kryer. Megjithatë, ajo është pjesë e organeve të treta të cilat do merren me hetimin e kësaj çështje. Vajza duhet mos abuzonte me këtë fond lekësh dhe vajza duhet të kthejë lekët brenda në këtë familje, sepse pjesa që tregon vajza që kam vajtur me djalin për hotele, kam shëtitur, kam bërë, është pjesë e lidhjes dhe afrimitetit që ka pasur vajza në momentet caktuara me djalin, sepse vajza ka qenë e fejuar me këtë djalë, paska se u prish fejesa pasaj, dhe kjo vazhdonte akoma që ta donte djalin ose të loste me djalin, derisa arriti në pikën më të nxehtë të asaj të vetvrasjes. Prandaj thoshe që vajza e përdori djalin, i mori të gjitha lekët dhe në fund fare solli atë ngjarje fatale që është për dyja familjen. Prandaj do thoshe që vajza e përsëris edhe një herë që vajza duhet me patjetër të sjellë lekët dhe të dërgojë lekët në familjen e djalit. Atje ku ka humbur, ku kjo ishte vajza e shtëpisë nusja, e shtëpisë të atë derë. Pastaj u prish fejesa apo u prish pjesë tjetër dhe kështu që për të ruajtur ekuilibrin e qetësisë për batej, sepse ato jetë njerëzish nuk kthehen më që kanë humbur, duhet që vajza të ruaj qetësinë dhe të kthejë të shesi atë banesë që ka blerë në Tiranë dhe të kthejë një pjesë të lekëve familjes së ish të fejuarit të saj.
Mesazhi juaj avokat lidhur me gjitha këto ngjarje që ne sapo trajtuam? Atëherë, mesazhi im është duhet një disiplinë më e fortë në polici, duhet një trajnim më i kujdesshëm në radhë të policisë, duhet një trajnim në policitë private, një disiplinë më e fortë të policitë private, dhe në trajnimin e të gjithë këtyre bodyguardëve që shërbejnë në këto lokale me muzikë që i quajmë disco ose pube, sepse dhe ndëshkimi i këtyre policive private me gjoba dhe masa ndëshkuese represive shumë të forta, me qëllim që ta duhet të jenë shembull në zbatimin e ligjit dhe jo të jenë këta përdorus të dhunës dhe të shkelës të ligjit. Nëse ne këta do t'i kemi në krah në jetën e përditshme, atëherë nuk do ndodhi ngjarje të turpshme dhe kriminale në ambientet e muzikës pub ose në ambientet e lokaleve të natës. Prandaj do të thosha që një analizë më hollësishme nga drejtori i përgjithshëm i policisë do të ishte e nevojshme për të larguar nga ata punonjës policie të cilët janë të rekrutuar në bandat ose në grupet kriminale për të kryer një punë të dytë dhe për të mbuluar krimin. Kështu që unë edhe njëri për thirrje drejtorit policisë që të bëjë një analizë më të ftohtë përveç sukseseve të arritura, dhe të bëjë një analizë më të ftohtë për sa i përket pjesës së inspektorit të krimit, për sa i përket policisë private dhe sekuritisë, sepse këto shumë herë bëhen dhe problem dhe bëhen kashillok ndërmjet policisë shtetit dhe policisë private. Prandaj, detyrat ligji i ka të ndara, por përgjegjësia kryesore është e drejtuesit teknik, i cili duhet të udhëzojë, duhet të disiplinojë dhe duhet të trajnojë më mirë të gjitha grupet e sekuritisë me qëllim që ata të jenë vetëm zbatues të ligjit dhe jo përdorus të dhunës siç ishte rasti i Salamës. Avokat, edhe një pyetje të fundit sepse i rikthehemi sërish ngjarjes së Ksamilit, duke qenë se detajet dalin nga momenti në moment. Dihet për djalin që kishte një precedent penal të përparshëm pasi kishte bërë burg në Angli. Një ndër shkaqet, paktën që është publikuar në media, është që sherri mund të ketë nisur për një vajzë mes tij dhe shtetasit francez. Mendoni që mund të shihet diçka tjetër pas, apo ky mund të jetë motivi kryesor? Dofta mund të jetë edhe ky motivi kryesor, ne nuk e dim akoma që t'i vëm pikën në i se kush mund të jetë motivi, por ngjarja e ndodhur në Ksamil nga të huaj është mjaft e rëndë. Prandaj themi që ardhja, dikma e dhënë dhe futja dhe fshehja e këtij në bagazhin e makinës tregoi të gjithë efektivitetit e lëvizjeve dhe trajtimit të kësaj çështje, të kapjes së të keqbërësit të fjerë. Pastaj, cilat janë shkaqet dhe arsyet e ndodhjes së krimit, ato do jenë pjesë e prokurorisë të hetimit që do bëhet në ditët të vazhdim dhe ne në ditët të vazhdim do japim dhe një mundësi të dytë për të shpjeguar dhe sqaruar të gjitha problematikat e ndodhura dhe arsyet e ndodhjes së kësaj ngjarje. Dhe pse pikërisht e Ksamil. Avokat Mullara, shumë faleminderit për prezencën tuaj dhe për analizën teje të saktë që i bëni këtyre ngjarjeve.